Kandidati për deputet i Partisë Socialiste Paulin Luli zgjodhi vendlindjen e tij kryeziun që të bënte hapjen e fushatës elektorale për zgjedhjet e 25 qershorit. Mes entuziazmit për fitoren e birit të tyre, kryezia si të i përshëndeti deleguari kryesisë qendrore të Partisë Socialiste të Shqipërisë, Pal Doçi, i cili bëri dhe prezantimin e kandidatit të forcës më të madhe politike në vend. Në takimin e kryeziut në mbështetje të zotit Luli ishin dhe kryetarët e bashkive Puke Fusharës, Gjon Gjone e Fran Tuci, të cilët u shprehen se në kryezi nuk ishin për të kërkuar vota, pasi aty fitoria plebiscitare e birit kryezies Paulin Luli ishte e sigurt, than ata, duke shtuar se ata do të kërkonin mbështetje për të gjithë banorët e tyre që të mbështesnin Partinë Socialiste si një garanci për të vijuar zhvillimin e nisur të Pukës, Fusharzit dhe të gjithë zonave të këtyre bashkive. Në fjalën e tij, zoti Luli mes emocionesh ka kujtuar para bashkëvendasve të tij ditët e fëmijërisë me skamjes, vuajtjes dhe halleve, ndërsa u shpreh se ai dhe shumë bija të kryeziut me këmbgulje arritën suksesin e jetës. Unë arritjet e mia të deritanishme, tha kandidati Luli, kam vendosur t'i vënë në shërbimin tuaj dhe të gjithë banorëve të Pukës dhe Fusharzit, ndaj ai ka ftuar kryeziasit që të ecnin së bashku me të drejtë fitores, teksa ju garantoi se nuk do i zhgënjente, teksa do i përfaqësonte në kuvendin e Shqipërisë. Duke ndjerë respektuar nga Perëndimi, Gjermania, si ëndër e efemerisë dhe etjes për dije të asaj kohe, duke ndjerë respektuar si shkak i punës, si palodhe në përvite, si dhe rikthim i kontributit që kam dhënë për Partinë Socialiste, dëshiroj dhe besoj pafund se do njihem edhe nga ju i respektuar dhe i mbështetur maksimalisht për të ndryshuar sa të jetë e mundur që banorët e këtij fshati, vendi, kësaj zone, të kenë mundësi të ndërtojnë jetën e tyre në këtë troje të parëve tanë. Të mos humbasin as pak shpresën, asnjëherë, se vetëm me punë dhe vullnet arrihet gjithçka. Që sa do vonë, qoftë ëndra e fëmijëve tanë të realizohet këtu dhe jo jashtë Shqipërisë. Që të ndërtojmë oborrin, shtëpinë, lagjën, kryeziun tonë. Gjithçka është e mundur. Asgjë nuk është e paarritshme. Tregoni të tjerëve që jeni njerëz patriot, me karakter dhe dinjitet, bujar, vlerësues dhe respektues. Tregoni të tjerëve në radhë të parë kush është kryeziu. Kush është kryeziu? Kush është Qahamali? Kush është Fusharsi? Kush është Puka? Që premtimit e dhëna të bëhen realitet. Që mirëqenia standardet e jetës, gjendja ekonomike e çdo familje kudo që është të rriten. Që vendi të zhvillohet, të shkojë përpara, duhet patjetër të bashkoheni. Si asnjëherë rreth idesë dhe logos tonë, të bëjmë shtet, punë dhe mirëqenie. Banorët të kryeziut teksa shprehen krenarinë e tyre që fati kishte sjellë që njëri prej tyre të garonte për kuvendin e Shqipërisë, i shprehen zotit Luli mbështetjen për zgjedhjet e 25 qershorit. Amaneti zotit sa të muna, punojmë për djalin tonë, punojmë për njerin tonë. Ashtë neri, morali, karakteri, dinjiteti i këtij katunit, si vota më fuqishme në rrethin e Pukës do të jetë vota katunit kryeziut. Jam i kënaq për djalin tonë si na shiti fati për ta pas kandidat për deputet në kuvendin popullor. Mi vun lëvizje gjithë me një përkushtim të thellë për ta korrë këtë fitore. Në mënyrën e harmonisë, të njerëzisë, të burrnisë, të tregojmë veten si kryezi. Vetë zoti Luli e ka konsideruar takimin e kryeziut si startin e sigurt drejt fitores së 25 qershorit, ndërsa po nga vendlindja e tij zgjodhi që të përcilte dhe urimin drejtuar të gjithë besimtarëve musliman për muajin e Ramazanit. Rof kryeziu, rof Puka, rof Shqipëria.